Por nga melanoma, kush janë më të rrezikuar? A janë vetëm persona të cilët mund ta kenë melanomen apo edhe të këta të cilët nuk mund të shfaqet me njëherë? Si mund të vrihet? A ka shenja të fshihura? Melanoma shifet. Domethënë nuk shumë rrallë, edhe ndoshta edhe nuk po i përmendi, janë që dalin nga një metastaz, nga një organ tjetër. Kryesisht është shifet. Domethënë nëse ti je shef që ka dalë një ndryshim i ri, pa marrë parasysh çfarë do ngjyre, e zezë, kafe, e bardhë, e kuqe, ngjyrë lëkurës, domethënë ka dalë dhe po zhvillohet, edhe është i vetëm, atëherë domethënë është një element që duhet të alarmohet dikush edhe të shkon te dermatologu, ose e shef një nishan i cili po ndron, natyrisht që duhet po ndron 1 muj, 2 muj, 3 muj, 6 muj, nuk e lën më shumë se 6 muj, domethënë lajmërohesh te dermatologu. Kush janë më të rrezikum? Domethënë më të rrezikum janë tipet e lëkurës me flokë të kuqremt. Lëkurë të bardhë, sy të gjelbërt. Ata janë grupacioni i cili më shumë është i rrezikum. Pastaj janë personat me lëkurë të qeltë, domethënë që digjen lehtë. Edhe pse ata nëse mbushen mend, digjet 1 herë, 2 herë, ata ish dash të mbushen mend edhe të mbrohen, se digjen lehtë. Ata që mbrohen, pastaj domethënë mundësia shfaqjes e melanomës është më e pak. Nëse vazhdon mos mu mbrojt, natyrisht më e madhe është tek personat që kanë ngjyrë të qeltë të lëkurës. Po, rreziku ekziston edhe te personat të cilët kanë lëkurë të errët, sepse nuk mbrohen fare. Domethënë ata e din nxihen lehtë, dojnë të fitojnë ngjyrë, ai dëmi i rrezeve të diellit mbetet, domethënë çdo vjet grumbullohet, edhe vjen në një moment ku lëkura nuk mund ta ripërtri vetveten. Domethënë është efekti negativ, efekti i diellit është grumbullu aq sa mo lëkura nuk e ka nën kontroll ndonjë pjesë edhe fillon të zhvillohet. Kanceri i lëkurës, cili do qoftë ai, por edhe melanoma.